Shikues të nderuar, jemi kthy në studion e Kallëzopikon për me diskutu në lidhje me njënën prej problematikave të cilën e hasim shpesh në Kosovë, drogat. E kemi ftuar sot drejtorin e antidrogës në Policinë e Kosovës, Reshat Murseli, për me na fol për këtë dukuri, por edhe përdorimin e drogave në Kosovë. Zotri Murseli, fillimisht faleminderit, po du me nis gjatë vitit 2025. A kemi pas ma pak apo ma shumë drogë të konfiskuar se sa vitet paraprake? Spore, faleminderit për ftesën. Vërtet ja vlen që të diskutojmë këtë drejtim, nga fakti se është njëra ndër shqetësimet që i brengos jo vetëm qytetarët, por edhe aspektin e sigurisë. Viti 2025, nëse e krahasojmë në aspektin statistikor me vitet e kaluara, s'paku me vitin e fundit, kemi një ngritje të aspektit të konfiskimit të llojeve të drogave të ndryshme. Kjo mund të jetë është si faktori i punës që është bërë nga aspekti policor, por natyrisht se edhe tendencat e përhapjes së drogës në vend, por edhe në region edhe më gjerë, janë në rritje sipër. Nëse e shohim pse është rritja e sasive të konfiskume, e përmendet faktin që mbo hetime, po në anën tjetër apo prodhohet më shumë, apo shitet më shumë. Faktori por kryesor realisht është që Policia e Kosovës ka ndërmarrë veprime dhe i ka arrit burimet njerëzore brenda, ka shtu kapacitetet e veta në luftimin e kësaj dukurie. Natyrisht se me kalimin e kohës ne edhe kemi kriju një aspekt përgatitjes profesionale më të madhe në ndjekjen e këtyre veprave penale dhe po në anën tjetër, siç e përmenda, tendencat e përhapjes së drogës në vend nga grupet kriminale, jo vetëm brenda territorit të Kosovës, por edhe jashtë saj, sepse aspekti i narkotikëve duhet shikohet në nivel më të gjerë rajonal, është prezent edhe në vendin tonë dhe natyrisht se grupet kriminale kanë tendencë të përhapjes saj. Por megjithatë, përgatitja profesionale ka bërë që ne të jemi më të fokusuar në këtë drejtim, edhe natyrisht se i kemi dhënë një prioritet luftës narkotikëve në vend. Po e shohim për shembull që janë rrit disa droga të cilat kanë vlerë më të shtrenjtë. Ku janë të prodhuara ato? Bazuar në statistikën e vitit të fundit 2025, prezenca e kokainës në vend natyrisht është rrit për një përqindje mund të themi dikon afër 30-40% më shumë se në vitet paraprake, po natyrisht kemi pas një ka tendencë të rritjes edhe të drogave tjera që ne i quajmë droga sintetike, ku janë disa lloje prej tyre, por kokaina është shqetësimi primar për momentin në Kosovë, ku gjatë punës operative që kemi bërë në teren, ne kemi një sasi e madhe kokainës që është konfisku, edhe pse në total, ndoshta se shifër nuk duket shumë, po janë mbi afër 25 kg kokainë konfiskuar gjatë vitit 2025, krahasuar me 2024, ku ka pas sasi më të vogël sa gjysma e saj. Në cilin treg ka qenë i destinuar kjo lloj i drogës? Në shumicën e rasteve që ne kemi kapë destinacioni kon tregu lokal, domethënë përdorimi lokal. Kjo na jep për të kuptuar dhe për të vlerësuar situacion që ne duhet jemi edhe më shumë aktiv në terren, edhe të kemi më shumë të zgjerojmë bashkëpunim me gjitha institucionet relevante brenda Policisë Kosovës, po edhe me agjencionit ligjzbatuese në Kosovë, që të punojmë më tepër në këtë drejtim për arsye se kokaina si një drogë, e cila vjen nga vendet e Amerikës Latine, por që ka gjetur vende në afërsi me Kosovën ku kryesisht magazinohet ose grupet kriminale janë të lidhura njëra me tjetrën dhe tentojnë që të sillen edhe në Kosovë. Kjo varet edhe nga kërkesa që është këtu. Gjetje e rasteve të vogla kryesisht, ku ne mendojmë se janë përdoruar rritja apo kërkesa në këtë drejtim na jep me mendu që është rrit kërkesa edhe në Kosovë për këtë lloj droge. A është e lehtë për shembull me i rënë trak ashtu grupeve që shpërndajnë, personave që shpërndajnë dhe sasisë që kërkohet? Po flas për kokainën si një drogë më e shtrenjtë. Në përgjithësi, hetimet e narkotikëve janë hetime komplekse, vlerësohen, janë proaktive, ku kërkohet një periudhë kaq e gjatë kohore për të bindur, për të gjetur arsye se ekziston dyshimi i arsyeshëm ose i bazuar për të zhvilluar një hetim ndaj një individi apo një grupi kriminal. Grupet kriminale që punojnë me narkotik e në veçanti me kokainë janë grupe tani edhe inovative në një aspekt themi, sepse kanë avancuar shumë në metodat e trafikimit të narkotikëve me kokainë. Është shumë vështirë të kuptohen rrugët, metodat se si sillet kokaina në vend, dhe mënyra e shpërndarjes pastaj në tregun lokal është jashtëzakonisht e vështirë, sepse kokaina kryesisht në nivele lokale shpërndahet në sasi shumë të vogla.
ne kemi rast kur atë e gjejmë në doza jashtëzakonisht vogla për një përdorim të momentit, e cila në qoftë tek një dyshuar mund ta bartë në pjesë të ndryshme të trupit, ose në momentin e reagimit policor ajo mund të hudhet në tokë, mund të kemi raste që e kanë fut në përmes gojës dhe kanë tret në organizëm dhe që është vështirë. Dhe e bën shumë vështirë punën edhe në teren, po edhe aspekti hetimor i rasteve të tilla është jashtëzakonisht i vështirë. Nëse i shikojmë, por megjithatë nëse i shikojmë hetimet të cilat ju i kryeni, kush janë konsumus të më të mëdhenj të kokainës? Gjeneratat të cilat tani ne mbas të asaj që ne kemi vlerësuar është mosha mesatare ose thjesht edhe një moshë e re, po që fillon dikon mosha 20 vjet deri në 35 vjet. Një numër më i vogël është moshat më të tjera. Po më intereson me ditë, a janë politikan për shembull, biznesmen, këngëtar? Nuk kemi ndaj profil të veçantë kështu, po shumica janë normal qytetarë të vendit, ka ndoshta të gjitha profileve, po nuk kemi has. Ne kryesisht bazohemi në aspektin statistikor ose në atë çfarë ndjej. Dashta me ta bëu këtë pyetje sepse për me e ble kokainën do shme pas edhe pare. Njerëz të thjesht. Natyrisht. Çmimi kokaina ka një çmim më të lartë, edhe pse në fakt duke u nis nga fakti që është rrit prezenca në nivel global, ka rënë çmimi i saj, megjithatë prapë është një çmim që për tregun e Kosovës mund të vlerësohet i lartë. Duhet me pas normal para, po në sasi të vogla, ndoshta po arrin individ me gjetë mënyra për me pas në posedem. Pyetja që u parashtrua se grupet mund të jenë individ të lloje të ndryshme, nuk do me thonë që patjetër duhet të jetë personi e stradës, po ndoshta kanë herë në momente të caktuara janë në nivele të ndryshme që ne kemi has në përdorim të kokainës. Veç me sqarue po ata për çështjen e çmimit, për shkak të çmimeve pra që janë të larta për blerjen e kësaj droge, andaj edhe ju pyeta cili kush e blen më shumë ose kush e konsumon më shumë. Ata të cilët kanë para, që duhet me pas para për me pas në posedim një drogë të tillë. Po në disa raste ne kemi has edhe persona të cilët nëse shikojmë aspektin ekonomik të tyre, nuk kanë ndonjë aspekt ekonomik, nuk kanë persona që kanë një aspekt financiar të lartë, por megjithatë janë përdorues të kokainës. Po i përmende mas sasitë e vogla, të themi ato që janë një përdorimshe ndoshta ndonjëherë, po sasitë e mëdha çysh bëhet transporti i tyre, edhe ku e hasni? E para ndoshta veç një sqarim të vogël. E përmenda sasitë e vogla nga fakti se prioriteti ynë është shëndeti i qytetarëve të Kosovës. Ne primare kemi që ta ruajmë shëndetin e njerëzve në Kosovë, qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që sa më pak të ketë drogë apo prezencë të drogës në nivele që themi në nivele lokale, ku jep mundësi përdorimit të gjithë shtresave në Kosovë. Andaj ne kemi dhënë një prioritet veçantë kësaj. Po natyrisht nga fakti se kokaina qarkullon nga vendet e Amerikës Latine, natyrisht ajo qarkullon në forma të ndryshme dhe në sasi të mëdha, duke u bazuar në praktikat edhe të kaluara, sepse ne nuk mund të kufizohemi tani vetëm në një vetë, flasim se si qarkullon kokaina. Ne kemi raste ku ne kemi konfiskuar sasi shumë të mëdha të kokainës që kanë pas destinacion Kosovën ose përmes Kosovës drejt vendeve të tjera. Mënyrat e transportit të kokainës janë të ndryshme, kryesisht ato transportohen në forma përmes rrugëve bregdetare, me anije, me kontinjera të ndryshëm, dhe në Kosovë kryesisht janë futur përmes individëve, s'pakun bazë të rasteve, individ cilët kanë futur në sasi 1 kilogram apo në sasi më të vogla, si metodë fshehjes në forma të ndryshme në automjete ose në forma tjera që kanë mundë me sjellë në Kosovë. Po të më mbet ende tek konsumimi, po më intereson me ditë nëse ka droga të reja të cilat po i vreni gjatë hetimeve, analizave në Kosovë. Po, ne kemi hasë disa lloje të drogave të sintetike që janë këtu. Kryesisht shumica që kemi hasë janë LSD, po kemi hasë edhe droga të ndryshme, MDMA, pastaj kemi gjetë amfetamin, ka raste të ketaminës, kemi gjetë metamfetaminën kemi hasë edhe në tendencat prodhimit të saj në Kosovë në vitet më afër 2024, po janë tendenca në zhvillim. Janë disa lloje të ndryshme të cilat ne fatkeqësisht nuk janë të përfshira edhe në aspektin ligjor sa duhet, por nuk janë në nivel shumë të lartë, por janë në tendencë të rritjes, sepse kërkesa është rritje edhe në këtë drejtim. Nëse e bëjmë një farë krahasimi, themi, prej këtyre drogave të reja të cilat tashmë i keni janë ekzistente në treg, cilët janë personat cilët janë duke i konsumu, janë të ri kryesisht apo të vjetër, po edhe cili është dallimi i tyre me njëra tjetra, cila konsiderohet më e rrezikshme dhe cila jo?
Mosha kryesisht është e re në fakt. Moshë e re, kryesisht është një gjeneratë e cila ndoshta është moshë rinore e cila i frekuenton, ndoshta apo thjesht është në aspektin i frekuenton klubet e natës, ose është një moshë e cila kryesisht është një gjeneratë ta quajmë në tre. Ne kemi has prej moshës dikon në 7-18, është mosha që kemi has prezencë të drogave të tyre në sasi më të vogël, po mosha mesatare është më e përhapur. Rrezikshmëria e tyre varet prej llojit. Është një fakt interesant që te drogat për shembull ne kemi has edhe kualiteti i saj varet se çfarë lloj droge. Në qoftë se droga është e varfër në kuptimin varet çfarë kualiteti ka, dhe është shumë e varfër, ajo shkakton pasojë shumë të mëdha për shëndetin. Është vështirë edhe në aspektin e krimteknikës apo laboratorit të forenzikës, është vështirë ta kemi sakt një pasqyrë se çfarë lloj droge është në kuptimin e rrezikshmërisë, po sidoqë që janë të rrezikshme edhe rrezikojnë shëndetin. Për fat mirë, ne nuk kemi has në disa droga, një ndër to për shembull përmendet fentanili, i cili tani më ka marrë një përmosat përhapjes në disa vende, sidomos në Amerikë dhe në disa vende edhe në Evropë. Cilat janë karakteristikat e saj? Fentanili është një lloj droge e cila nëse përdoret në sasi tepër të vogla në 0.2 mg mund ta shkaktojë drejt për drejt vdekjen e përdoruesit, por rrezikshmëria është e lartë edhe tek hetuesit të cilët mund të përballen gjatë punës në terren, sepse edhe ajo mund të jesh i afektuar me të dhe mund të kesh pasojë për shëndet. A keni vrejt në Kosovë? Në Kosovë për fat nuk është vrejt, ne kemi ndërmarrë veprime paraprake lidhur me këtë çështje, kemi marrë trajnime të veçanta duke ju falendëruar partnerëve ndërkombëtar në këtë rast DEA, por edhe disa partnerëve tjerë ndërkombëtar. Jemi trajnuar pak a shumë, kemi marrë njohuritë elementare se si mund të haset ajo në rrugë ose cilat janë veprimet tona nëse dyshojmë një substancë kimike apo drogë sintetike që mund të jetë fentanil, si duhet i qosim asaj. Por me gjatën tarma e afërt besoj që do të jemi edhe më tepër të trajnuar në këtë fushë, vetëm ne si drejtoria antidrogës, por edhe të gjithë policët e tjerë të Kosovës, sepse ajo mund të haset edhe nesër në rrugë nga një polici i trafikut për shembull. A ka ndonjë mënyrë të veçantë të transportit të kësaj lloji droge, apo është ngjashëm sikur se të tjerat? Ne nuk e kemi has praktikisht, por mbas të praktikave të vendeve tjera, ajo kryesisht normalisht për cilët në forma shumë të mshefta, ose në formë shumë të siguruar mirë që mos me pas çasjen e lehtë. Po normalisht kur të përdoruesi ka kontaktin të drejt për drejt me te. E përmende faktin që DEA ju ka ndihmu me praktikat të tyre, po edhe me trajnime. Çka saktësisht trajnoheni, themi prej DEA-s me marrë aftësi prej anës së tyre, me i hetu dhe trajtu drogat që hynë në Kosovë? DEA është një partner jashtëzakonisht i fuqishëm dhe mbështetës i policisë Kosovës, por në veçantë drejtorisë antidrogës. Ne jemi pjesëmarrës edhe të konferencave kryesore që organizohen nga DEA në nivel ndërkombëtar, edhe kemi pas një vlerësim, një respekt veçantë nga gjitha personeli i tyre. DEA ka vlerësuar dhe me kërkesën tonë natyrisht se ka ofruar trajnime të ndryshme në aspektin e drogave, prej aspekteve bazike, por edhe prej niveleve të avancuara të hetimit të narkotikëve, pastaj jemi trajnuar edhe në fushën e trajtimit të informatorëve, jemi trajtuar edhe në aspektin e mosave të fshefta, edhe në shumë aspekte tjera të cilat na ndihmojnë në kryerjen e punës tonë. Por edhe në këtë aspekt të drogave të reja, të cilat ende nuk janë të njohura për ne kemi marrë trajnime të veçanta për tyre, të specializuara. Në ato trajnime kemi përfshi edhe institucione tjera, domethënë kemi përfshi deri në Forcën e Sigurisë Kosovës, kemi pas trajnime edhe për ndihmën e parë në rast rrethonave kur derisa veprohet, kur has një drogë të rrezikshme, po gjatë kësaj periudhe has edhe në ndonjë rezistencë ose ka lëndime, ne kemi marrë edhe trajnime të nivelit të tillë pikërisht nga praktika e oficerëve të DEA-s. Drejtor, po më duhet me kalu, për shembull, kemi pas një përshtypje që rrjetet e drogës nuk janë shumë të mëdha në Kosovë, pas operacioneve të Sky ICC, që ka tregu që është një rrjet bukur i madh, janë mbi 50 persona të arrestuar tashmë prej 2 operacioneve që janë zhvilluar gjatë vitit 2025. Çish kanë mri kaq gjatë këta persona që janë arrestuar me i mbjetu tregut në Kosovë?
Shumë persona të cilat janë arrestuar përmes kësaj platforme, duke ju falendëruar normalisht bashkëpunimin ndërkombëtar që Kosova veç ka avancuar në këtë çështje, kanë qenë edhe subjekte hetimeve dhe në kaluarën. Disa prej tyre kanë qenë të arrestuar në forma të ndryshme. Natyrisht, zhvillimi teknologjik, zhvillimi i aplikacioneve, platformeve të reja digjitale i ka dhënë mundësi grupeve kriminale që me avancu paraprakisht në ata aspekte dhe normalisht ka pas shumë vështirësi për me kuptu sakt mënyrën se si veprojnë ato grupe apo individ brenda atyre grupeve kriminale. Shumica nga këta individ janë pjesë e rrjeteve dhe ndërkombëtare, të cilët kanë bashkëpunuar me grupe kriminale jashtë Kosovës. Natyrisht se ka qenë e vështirë, ndoshta ka qenë faktor negativ që Kosova s'ka qenë mjaftueshëm integruar në nivelin ndërkombëtar, në institucione ndërkombëtare që me pas gjitha informacionet në kohë kur ndodhen aktivitetet e drogave, sepse ne pretendojmë dhe synojmë gjithnjë tani që të kemi informacionin në kohë reale. Ndoshta pak ka pas vonesa në këtë drejtim dhe kjo ka ndikuar që mos mi pas gjitha informacionet në kohë, sido që të jetë megjithatë Kosova ka arrit me qenë partner i besueshëm në nivel ndërkombëtar dhe tani është partneritet me shumë vende, të cilat e kanë ndjek këtë dukuri dhe tani jemi në rrugë të mirë. Natyrisht janë në formë proaktive janë marrë gjitha këto reaktive, në fakt janë marrë të gjitha këto informacione, tani janë në trajtim. Ne kemi arritur që brenda vitit të arrestojmë disa persona që janë pjesë e grupeve kriminale, jo vetëm në nivel vendi, por edhe në nivel ndërkombëtar, dhe rezultatet janë të prekshme tani. Në bazë të analizave të juja që keni në drejtorinë e antidrogës, rrjetet e trafikut të drogës, a kanë bazën në Kosovë apo thjesht konsiderohen vetëm ndihmës të rrjeteve të Shqipërisë, Turqisë, e vendeve të tjera? Të jemi kështu real edhe gjatë punës që kemi bërë ndër vite. Nuk kemi gjetë ndonjë, nëse shikojmë në aspekt si është krimi organizuar në nivel ndërkombëtar dhe në vende të tjera. Nuk e kemi gjetë në Kosovë një grup të strukturuar në nivel hierarkik, siç është në disa vende, por sido që të jetë. Individ në bazë lidhjeve që kanë me grupe kriminale jashtë Kosovës, në veçanti për shembull nëse i referohemi grupeve të heroinës, kanë pas lidhje me grupe në Turqi. Dhe grupet e heroinës në Kosovë ka pas ndoshta vetëm individ i cili ka arritur me sill drogën në Kosovë, pastaj me grupe brenda të vogla që i lidh aspekti regional apo një lidhje çfarë do të qoftë mes tyre, kanë arritur me kriju një rrjet të përbashkët edhe me transportuar drogën jashtë vendit. Nuk janë kon grupet që janë shumë të forta strukturuara, por sido që të jetë për nivelin e Kosovës kanë qenë grupe të vogla por që kanë funksionuar. Ç'është rrin drejtor kokaina prej Ekuadorit? Siç e përmenda më herët, në forma të ndryshme. Në bazë të rasteve, ne duhet t'i referohemi gjithmonë në praktike çfarë kemi arritur me bë. Ajo kryesisht në shumicën e rasteve është sjell në kontinjer e kamufluar në modra të ndryshëm komercial. Për arsye se qarkullimi i modrave apo thjesht aspekti i tregut edhe në Kosovë, po edhe në region, kryesisht një shumicë e modrash prej vendeve latine. Edhe droga ka ardhur kryesisht e kamufluar në modra të ndryshëm. Mund ta marr një shembull, për shembull në vitin 2021 ne kemi pas një rast ku janë konfiskuar në Kosovë 400 kg kokainë. Droga ka qenë kamufluar në kontinjer, të cilët kanë bartë produkte të ushqimit apo thjesht mish. Ato kontinjer janë frigorifer. Dhe normalisht që sigurisht grupi kriminal ka menduar që brenda tyre kontrollet janë më të kufizuara. Aspekti kohor i kalimit nëpër dogana është shumë më i shkurtër dhe është gjithsesi i arsyeshëm sa më shpejt me arrin destinacionin final të saj. Dhe ndoshta e ka qenë një arsye që ata kanë menduar se mund të jetë kamufluar brenda këtyre ushqimeve që procedurat doganore janë të shpejtuara. Por ne megjithatë në praktikën tonë në vlerësimin kur e bëjmë të riskut, ne edhe bashkëpunim edhe me doganën me tjerë, ne gjithmonë e bëjmë një vlerësim edhe të rasteve të tilla se a ka indicie kur droga mundet me qarkullu e kamufluar në modra të tilla. Ne kemi edhe raste tjera, për shembull, kur kemi kap qarkullime të droga përmes vendeve të tjera. Në rastin konkret kemi edhe heroinën për shembull, e cila ka ardhur përmes Turqisë. Kemi një rast në vitin 2023 ku kemi kap një sasi 80 kg ku heroinë e cila ka qenë kamufluar në reflektor apo në mjete të cilat janë mjete pune dhe që kanë hapësirë të përshtatshme. Domethënë ka forma të ndryshme ku mund të transportohet. A keni informacione për shembull tek bartja e kokainës prej Ekuadorit? A ka kosovarë që jetojnë në Ekuador në vendet ku prodhohet kokaina? Realisht ne jemi duke provuar në këtë aspekt me rrit bashkëpunimin ndërkombëtar edhe jemi në rrugë të duhur.
Shumica kanë qenë individ, ka dhe nga Kosova. Kemi informacione inteligjente që ka persona nga Kosova që kanë jetuar në Ekuador, po kryesisht më shumë mbas informacioneve që kemi për momentin janë më shumë grupe kriminale shqiptare të cilët kanë arritur më herët me qenë tregun apo thjesht për në forma të ndryshme kanë qenë pjesë e integruar në Amerikën Latine në vende të ndryshme, jo vetëm në Ekuador, por në disa vende të tjera. Megjithatë ne jemi duke bërë hapa konkret në këtë drejtim dhe besoj që shumë shpejt do të jemi në bashkëpunim edhe me vendet atje. Kuptohet ka pengesa ligjore, nuk është e lehtë të bashkëpunohet në nivel ndërkombëtar, por siç përmenda më herët, duke ju falendëruar bashkëpunimit që kemi me agjencione ndërkombëtare siç është DEA, po edhe integrimit që ka arrit me Policia e Kosovës tani në Europol dhe në shumë agjencione tjera ndërkombëtare, ne po provojmë çdo ditë më shpejt jemi më afër informacionit në kohë reale. E përmendet që tashmë nga informatat inteligjente ka informacione për kosovar që kanë jetuar në Ekuador, po a bëhet fjalë për ndonjë numër të madh të kosovarëve apo për individ të caktuar të cilët ju keni arrit ose nëse keni arrit me identifiku të pakta? Thash për momentin ne kemi informacione vetëm për disa individ. Do të punojmë këtë drejtim. Ka individ cilët, por nuk do me thonë që ndoshta si individi cili ka vizituar vend, sepse në Ekuador mund shkohet edhe pa vizë edhe prej Kosovës, po ne duhet të shikojmë cilat janë vizitat cilat është një arsye që një person e viziton Ekuadorin. Nga fakti që ne gjithmonë mendojmë pak në aspektin kriminal fillimisht, por megjithatë nuk duhet me bo hapa të shpejt rreth asaj, sido që tjetë në thash jemi në fazë të mirë të identifikimit të këtyre individëve, cilët mund të jenë pjesë e grupeve kriminale në nivel ndërkombëtar. Një drogë tjetër që transportohet për në Kosovë është edhe heroina, ajo kryesisht transportohet prej Turqisë, a ka ndonjë mënyrë më të sofistikuar se Ekuadori, Turqia për me bë transportin e drogës apo? Kohën e fundit, sidomos në vitin që shkoi, edhe në vitin paraprak tjetër, ne kemi vrejt një ulje të prezencës e heroinës në vend. Por jo vetëm në vend, edhe në region dhe përgjithësi, kërkesa për heroin ka rënë në nivel kështu të theme edhe evropian. Arsyeja është sepse vendet, cilat si vendet origjinës Afganistani, Irani e tjera, në veçanti Afganistani e ka ul prodhimin siç duket edhe kërkesa ka rënë. Por megjithatë kohën e fundit vret një rritje ndoshta më shumë në vendet e Evropës, ku tendenca nga Irani është rrit në shpërndarjen e heroinës vend. Kosova si vend kryesisht grupet kriminale kanë funksionuar përmes grupeve në Turqi, edhe natyrisht edhe këtu është përdor apo është keq përdor në fakt tregtia e cila është e lejuar me vendet e Turqisë dhe në disa raste që ne kemi pas, po flas pak me sasi më të mëdha, është transportuar me mjete të cilat bashkarisht ka pas edhe modera komercial. Kryesisht është ajo formë e parë, pastaj një formë tjetër që kemi hasë është që ajo është sjellë në vendet e rajonit, në më së shpeshtë që kemi hasë është në Maqedoni, përmes pastaj grupet në sasi më të vogla nga Maqedonia e sjellin në Kosovë, natyrisht duke nisë nga trupi kalimit ilegal, po edhe me automjete. A e kontrollojnë turqët apo kosovarët rrjetin e heroinës? Edhe turqit normalisht, se ne kemi bashkëpunim edhe me Turqinë, edhe ata normalisht e kontrollojnë edhe në dalje, po për neve është prioritet që zakonisht munduhemi me ato kapacitetet tona që kemi, bashkëpunime që kemi me policinë kufitare dhe doganën, që gjitha dërgezat që ne mendojmë se mund të jenë të rrezikshme ose thjesht ne bëjmë kontrolle të vazhdueshme, edhe bëjmë aktivitete bashkërisht edhe me policinë kufitare dhe me doganën, në shumë raste të cilat ne nuk raportohet, por ka kontrolle të vazhdueshme kur ne mbas analizës së rrezikut mendojmë se mund të ketë transporte apo mollra thjesht droga në mollra që janë për tregti të lejuar. Zotëre Murseli, në vitet e fundit kemi vrejt rritje të prodhimit të drogës në hapësira të mbyllura. Pse ndodh kjo? Nëse kthehemi pak në pjesën mbrapa pas periudhës së pandemisë, natyrisht ndoshta ka qenë më atraktive, është zhvilluar ideja se si mund të prodhohet droga nëse nuk je në lëvizje, dhe ideja ka qenë ndoshta me fillu me prodhu në ambiente të mbyllura. Pastaj është
vendet e cilat kanë qenë më pak të kontrolluara në aspektin e sigurisë në këtë rast ka qenë pjesa zona veriore, Mitrovica veriore e Kosovës, ku aty kemi gjetë më shumë se 10 plantacione të mbrëmshme indër, po edhe në pjesë tjera të territorit të Kosovës, Prishtinë, Suharek, disa vende, Ferizaj, kemi gjetë plantacione të mbrëmshme. Ideja ka qenë që ndoshta natyrisht është rrit kërkesa edhe në Evropë, por edhe në Turqi për droga. Pastaj një aspekt tjetër është edhe çmimi dhe lloji i saj. Droga e cila prodhohet në indor është e kualitetit shumë të lartë dhe çmimi natyrisht është shumë i lartë dhe natyrisht se gjithmonë grupet kriminale tendencë e kanë përfitimin e paras. Edhe kanë arritë që nëse kultivojnë drogë dhe shesin të kultivuar brenda indor, çmimi është më i lartë, përfitimi është më i madh, kuptohet. Ne kemi hasë disa. Këtu, kur po e përmend faktin që është rrit kërkesa në Turqi, a po flet që Kosova po dërgon drogë në Turqi apo? Jo vetëm nuk po flas që Kosova dërgon, po ka individ që kemi arrestu edhe në vitin që shkoi, e që janë turq, që cilët për grupet kriminale është kryesisht. Në vitin e kaluar kemi arrestuar persona turq me shtetësi turke në fakt, nacionaliteti turk që jetojnë në Kosovë dhe që kanë qëndrime të përkohshme, që zhvillojnë normalisht edhe biznes dhe për shumë arsye janë në Kosovë, por të cilët janë të involvuar në organizim të transportit të drogës. Droga ka qenë kryesisht e ardhur nga si vend i origjinës Shqipëria, por ka qarkulluar përmes Kosovës drejt Turqisë si rrugë. Po ka edhe kosovarë të cilët janë të involvuar dhe nga vende të tjera të rajonit. Kur po flet për Shqipërinë, kemi vrejt dhe ka pas raste, ka pas operacionet të policisë në lidhje me qoftë identifikimin apo edhe shkatrimin e laboratorëve, kemi pa që ka dhe qytetarë prej Shqipërisë. A tregon kjo që rrjetet e Shqipërisë, për shembull, po migrojnë në Kosovë për me prodhu drogën sepse është më e lehtë apo çysh? Në vitin 2024, por edhe në vitin 2025, pasi që aktivitetet tona e parandalu në mos të madhe dhe shkatërum shumë grupe kriminale të cilët prodhun drogën indër, siç përmenda Veriun dhe disa pjesë të Kosovës, pasi i shkatërum në ato grupe, tendenca filloi pastaj pati tendencë të kultivimit të jashtëm. Kryesisht kjo ndodh gjatë sezonës verore, fillimisht ishin zonat e kufitare në mes Kosovës dhe Shqipërisë, që në disa raste kemi hasë territorin pikërisht zonën kufitare edhe në pjesë Shqipërisë edhe të Kosovës, po kemi bashkëpunuar me autoritetet shqiptare. Kemi hasë zona pak më të thella në regionin e Pezë dhe Gjakovës në vitin 2024. Gjatë hetimit që kemi zhvilluar për një kohë gjatë, kemi gjetur që grupi ka qenë kryesisht i përbërë nga shumë persona nga Shqipëria edhe disa nga Kosova. Në vitin 2025, pashtu, kemi vrejt një lëvizje të ndryshimit të regionit, nga më shumë ka pas në regionin e Prishtinës, kryesisht në Podvojev, pastaj në regionin e Gjilanit, ku edhe këtu kemi hasë persona nga Shqipëria. Fakti dëshmon se personat në bazë hetimeve, ata kanë qenë kryesisht cilët kanë pas njohuri se si duhet kultivohet kanabisi dhe janë shfrytzuar në bashkëpunim me grupin kriminal të Kosovës, bashkarisht e kanë bërë prodhimin e asaj droge. Normalisht se kanë ma lehtë drejtor këta qytetarë të Shqipërisë me prodhu drogë në Kosovë se sa në Shqipëri? Po tani më është e njohur që në Shqipëria një periudhë gjatë kohore ka qenë më shumë infektuar, si të themi kështu, apo thjesht e frekuentuar nga shumë grupe kriminale për brenda, cilat e kanë prodhu, janë morë pothuajse në nivele edhe pa pas njohuri ndoshta për pasojat që janë duke kultivuar një bimë e cila është e ndaluar, edhe janë morë të gjithë dhe kanë pas njohuri, ndoshta ajo mund të jetë një arsye më shumë që mund ta them. Ato njohuri tani Shqipëria ka ndërmarrë disa aktivitete në këtë drejtim, ka parandaluar dhe ka shkatëruar shumë grupe kriminale të cilat janë marrë me kultivim, edhe ndoshta një pjesë e tyre kanë menduar se mund ta gjejnë tregun e Kosovës të përshtatshëm. Por megjithatë unë me këtë jam i kënaqur me aktivitetin e hetuesve të drejtorisë antidrogës dhe bashkëpunimit që kemi me prokuroritë rajonale,
edhe kemi arrit që mos lejojmë që këto grupe kriminale të rriten brenda territorit tonë, apo thjesht ta përdorin Kosovën si një vend të origjinës për prodhim të kanabisit. Këtu ka qenë na duhet të falenderojmë edhe një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me autoritetet shqiptare, sepse në këto raste të cilat i përmendëm, pothuajse i gjithë grupi kriminal që përbëhet të dyshuar nga Shqipëria i kemi arrestuar më pas gjatë bashkëpunimit që kemi me autoritetet shqiptare, edhe gjithë janë arrestuar kohë pas kohë, dhe tani vetëm në një rast mund ta përmendi në rajonin e Pejës ku kemi 12 të arrestuar që janë pjesë e grupit kriminal nga Shqipëria. Drejtor, me folë për drogat, normalisht nuk dalin edhe minutat, po du në përfund. A planifikoni aksione të tjera gjatë vitit 2026 në lidhje me trajtimin, hetimin e fakt të drogave dhe cilat janë planet konkrete të drejtorisë antidrogës? Jo vetëm për drejtorinë antidrogës, por për gjithë policinë e Kosovës, droga mbetet një ndër prioritetet kryesore për ta luftuar si dukuri negative, sepse siç thash në fillim, ajo prek drejt për drejt shëndetin e qytetarëve të Kosovës, ndikon edhe në ekonomi dhe gjithçka në vend, kështu që duhet jetë si themi, një bashkëpunim i gjithë institucioneve relevante që merren me këtë çështje, përfshirë ato që merren me trajtimin dhe rehabilitimin e këtyre rasteve, sepse vetëm në këtë mënyrë mujna me pas një sukses të përbashkët. Ne kemi si prioritet dhe do të vazhdojmë, patjetër se do të vazhdojmë, nga vetë fakti që jemi në fillim të vitit 2026 mund potencoj se kemi nisë përsëri foreshëm me shkatrimin e grupeve kriminale, vetëm për këtë fillim kemi rreth 100 kg droge të sekuestruar të marijuanës, e cila u mundua grupi kriminal ta përdorë si vend tranzit Kosovën përmes Serbisë, ndoshta edhe Europën. Natyrisht se do të japim prioritet edhe nivelit më të ulët, si thash, preket shëndetit qytetarëve, dhe kemi plane të planifikuara që gjithsesi ne do të luftojmë pandalshëm dhe në asnjë aspekt nuk do të jemi duke hezituar në këtë drejtim, sepse është një diçka që neve na prekupon edhe duhet me marrë me seriozitetin më të lartë mundshëm. Faleminderit shumë, zotëri Murseli. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ishte intervista me drejtorin e antidrogës, Reshat Murseli. Duheni me pas parasysh posedimi, shitja e prodhimi i lanëve narkotike është ilegale në Kosovë dhe mundeni me u dënu për këto. Ne kaq kishim për sonte, ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.